Në sallën e hotelit Mirabel Grand, një qetësi e tensionuar ra pritmas. Alexandra Blake ul në një karrocë me rrota në buzë të skenës, duke parë burrin e saj Richard që përqafonte me butësi dashnorën e tij shtatzën. Jam krenar t'ju prezantoj jo vetëm drejtoreshën e re, kryese të kompanisë son, por edhe nënën e fëmijës tim të ardhshëm, njoftoi ai. Klikimet e kamerave mbushën dhomën, po Richard i mbajti syt tek Alexandra, gruaja e tij, prej 12 vjetësh. Kishte diçka mes mëshirës dhe superioritetit në vështrimin e tij. Ndonjëherë, jeta të jep një shans të dytë për lumturi, tha ai, duke ngritur një gotë shampanjë, por në atë moment, kur lotët i mblidheshin në sytë e Aleksandrës, ajo buzëqeshi dhe ajo buzëqeshje i dha Richardit një dhimbje. 3 vjet më parë, Richard dhe Alexandra Blake konsideroheshin çifti i artë i botës arkitekturore të Chicagos. Shtëpia e tyre prej xhami në kodrat e Lincoln Park simbolizonin suksesin e tyre. Ai një sipërmarrës karizmatik dhe ajo një arkitekte e vlerësuar. Por gjithçka ndryshoi një ditë tetori. Alexandra po inspektonte katin e 14 të projektit të tyre kryesor në bregun e lumit. Platforma e përkohshme u shemb. Disa operacione dhe muaj të gjatë rehabilitimi i mundësuan Alexandrës të lëvizte me një kornizë, por në jetën e përditshme ajo mbetej e varur nga karroca me rrota. Orari i saj tani përbëhej nga takime me mjek dhe fizioterapi. Richardi, i cili ishte zotuar të ishte pranë saj në shëndet dhe në sëmundje, krijoi një imazh të pamet të një burri të përkushtuar për publikun. Ai punsoi mjek të lartë, rimodeloi shtëpinë e tyre me rampa dhe dyer automatike dhe madje personalisht mbikëqyri dizajnin e banjës së tyre të re për të akomoduar lëvizshmërinë e saj të kufizuar. Në ngjarjet bamirësie ku merrnin pjesë elita e qytetit dhe shtypi, ai tregonte pa ndryshim historinë prekse për Alexandrën, duke përfunduar gjithmonë me një rrëfim admirues të guximit të saj. Por pas dyerve të mbyllura, u shfaq ftohtësia. Ai filloi të shmangte. Në darkën vjetore të fondacionit Blackstone, të mbajtur në hotelin historik Haywood, Alexandra ul në një tryezë të pasme, mezi e dukshme pas aranzhmanit të luleve. Burri yt është një politikan i lindur, vuri re gruaja që i ulej pranë. Ai sapo bëri kryebashkiakun të nënshkruajë një memorandum. Ai ka qenë gjithmonë i mirë me njerëzit, u përgjigj Alexandra, duke parë Richardin të qeshte me shefin e departamentit të zhvillimit të qytetit. Romanca e tyre filloi në shkollën e arkitekturës në Universitetin e Michiganit. Alexandra ishte një vajzë e rezervuar dhe inteligjente nga një familje inxhinierësh. Richardi ishte një student ambicios me bursë dhe karizëm. Ai më kërkoi të kontrolloja dizajnin, kujtonte ajo. Kulla ishte e bukur, po jo funksionale. Thash se në erën e parë do të shembej. Ai nuk u ofendua dhe më ftoi për darkë dhe tha: "Më mëso të shoh gjithçka në të njëjtën mënyrë." Me kalimin e viteve, kompania e tyre BDC Group po lulëzonte. Alexandra projektonte, Richardi tërhiqte investime. Ata ndërtuan shtëpi në të gjithë vendin, por pas aksidentit gjithçka ndryshoi. Richardi filloi të mbante në distancë. Ai e dekurajoi atë të merrte pjesë në projekte duke siguruar se ishte shumë e lodhur. Alexandra ndjeu se hapësira mes tyre po zgjerohej. Ajo filloi të vinte re boshllëqe. Në shpjegimet e tij, në vështrimin e tij, projektet e tij u bën të rralla, udhëzimet e tij po zgjateshin. Një ditë ajo mori një mesazh anonim me një fotografi. Richardi duke përqafuar me butësi një grua të re shtatzën. Nuk ishte thjesht tradhti, ishte një jetë e ndërtuar në fshehtësi. Pasi mblodhi prova, Alexandra zbuloi llogari bankare të fshehura jashtë vendit, asete të fshehura dhe blerjet e një panthuasi për një dashnore. Josefina Saten, menaxheren e tyre të re të projektit, por më e keqja ishin të dhëna mjekësore. Richardi kishte koordinuar regjimin e saj mjekësor, duke i dhënë ilaçe të shkatronin
për gjumje dhe konfuzion. Ajo krijoi një imazh të paqëndrueshme mendore në mënyrë që në rast divorci të mujtë të merrte kujdestarin e financave të saj. Aleksandra filloi një shërim të fshehtë. Ajo refuzoi mjekimet, shkova për një ekzaminim të pavarur, me mbështetjen e motrës së saj, Sara, dhe një fizioterapie. Ajo mblodhi dokumente, prova dhe një strategji. Pika përfundimtare ishte mbrëmja vjetore e korporatës në shtëpinë Blake. Richardi planifikoi ta kthente atë në triumfin e tij dhe poshtërimin e Aleksandrës. Ai donte të prezantonte Josefinën si partneren e tij të re dhe nënën e fëmijës së tij. Por Aleksandra ishte gati, ndërsa Richardi filloi fjalimin e tij duke pritur duar trokitje, ajo ngadalë rrotulloi karrocën drejt skenës, salla heshti. Aleksandra u ngrit duke u mbështetur në shkopin e saj dhe ju afrua mikrofonit. Zëri i saj ishte i qartë, i sigurt dhe që nga fjala e parë tërhoqi vëmendjen e të gjithë të pranishmëve. Para se të vazhdojmë këtë mbrëmje, filloi ajo, duke shikuar drejt për drejt Richardin, do të doja të sqaroja disa gjëra. Richardi ngriu. Aleksandra aktivizoi tabletin e lidhur me sistemin e projeksionit. Në ekranin mes tyre ndryshonin slajdet, të dhënat mjekësore që tregonin cilat ilaçe ajo kishte marrë në doza të tepërta, tableta ku tregueshin ndryshimet në pasqyrat financiare, fotografi të çaqjeve dhe transfertave të bëra në emër të dashnorës. Ata u përpoqën të më bënin të haroja kush jam, tha Aleksandra. Ata u përpoqën të më bënin të varur, por ja ku jam përsëri, dhe nuk do të lejoj askënd të rishkruaj historinë time. Ajo përfundoi duke shfaqur pamjet e kamerave të sigurisë nga vendi i ndërtimit, ku ai jepte urdhra për të injoruar urdhrat e sigurisë, orë para rënies së saj. Kjo nuk është thjesht tradhti, përfundoi Aleksandra. Është një tradhti që përfshin trupin tim, karrierën time dhe njerëzorën time. Heshtja pushtoi dhomën derisa hyn zyrtar të zbatimit të ligjit, dhe në ato moment kur ata ju afruan Richardit, Aleksandra drejtua në lartësinë e saj të plot dhe salla shpërtheu në duar trokitje. Muaj më vonë Aleksandra u kthye në punë. Ajo rindërtoi fondacionin e riemërtoi kompaninë Nova Access Design dhe lançoi projektin e saj të parë, qendrën e rehabilitimit Phoenix. Duke përdorur asetet e konfiskuara nga Richardi, ajo ndërtoi një hapësirë ku restaurimi dhe dinjiteti shkonin dorë për dore. Historia e Aleksandra Blake nuk është për hakmarrje. Kjo është një histori force. Historia e një gruaje që i mbijetoi tradhtisë, manipulimit dhe izolimit dhe rifitoi zërin, pavarësisht dhe të ardhmen e saj. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komente, dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë pëlqejeni dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.